Presidentja në detyrë e Kosovës, Albulena Haxhiu, ka zhvilluar një takim me senatoren amerikane Joni Ernest, të cilën e cilësoi si një mbështetëse të rëndësishme të Kosovës dhe të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale politike në Kosovë, situatën e sigurisë dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me SBA në fushat strategjike. Në shenjë vlerësimi për kontributin e saj, Haxhiu bëri të ditur si i ka akorduar senatores Ernest medaljen presidenciale të meritave për mbështetjen ndaj partneritetit Kosovë-SBA dhe forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës. Vizita e senatores amerikane vijoi edhe në selinë e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, në Camp Film City në Prishtinë, ku ajo u prit nga komandanti i misionit, generali Ulutash. KFOR-i nuk bëri të ditura detaje nga temat e diskutuara gjatë takimit, ndërsa ambasada amerikane në Prishtinë njoftoi më herët për vizitën e senatores në Kosovë. Gjatë shëndrimit në vend, senatorja amerikane vizitoi edhe manastirin e Graçanicës, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ku u takua me mitropolitin e Rashkës dhe Prizrenit Teodosie. Sipas njoftimeve të Kishës Ortodokse Serbe, në takim u diskutua për çështjet e komunitetit serb në Kosovë, zhvillimet e sigurisë dhe situatën në disa pika të ndjeshme, përfshirë urën mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Vizita e senatores zhvillohet në një periudhë kur Kosova dhe aleatët ndërkombëtar po diskutojnë për çështjet e sigurisë, rolin e KFOR-it dhe ndryshimet në arkitekturën e sigurisë në veri të vendit.